Të nderuar të shikues, mirëmbrëma. Jemi në ditën e parë të javës, opozita nuk i njeh zgjedhjet përfundimisht dhe flet vetëm për krimin, akuzon se rezultatin e zgjedhjeve e ka përcaktuar krimi. Në pjesën e parë të emisionit ne do të flasim pikërisht për krimin organizuar dhe për krimet zgjedhore. Më pas ne do të shikojmë problematikat e opozitës, por në përgjithësi të zgjedhjeve do t'i shikojmë me një grup analistësh. Por ndërkohë, në momentet e para, në momentet që ne po flasim, diçka më parë, ka ndodhur një arrestim i bujshëm me një super trafikant në Dubai, dëgjoj. T'ju prezantoj me njëherë historitë e mi dhe pastaj Klodiana Lala të na përshkruaj këtë moment. Klodiana, siç e thash, mirëmbrëma, faleminderit, Ergjys Mërtiri, mirëmbrëma. Faleminderit Batona Xhiu dhe Antona Bilekaj, faleminderit. Tani, çfarë është ngjarja e momenteve të fundit? Arrestimi i Gjika e kam emrin. Çfarë është? Po, Dritan Gjika është. Se tani edhe emra nuk i mbajmë dot mend të Klodi se janë. Nuk është një personazh që harrohet ose nuk mbajtur thua. Unë mendoj që është ato raste që po, fotoja e parë është fotoja në kohën që është shpallur në kërkim, ndërkohë fotoja në anën tjetër është nga një media spanjolle që flet për momentin e arrestimit dhe konfirmimin e bërë nga ministri i Brendshëm. Bëhet fjalë për një ndër njerëzit më të rëndësishëm të narkotrafikut që ka vepruar në Ekuador, është i kërkuar me 2 urdhër arreste nga ky shtet, ndërkohë që është arrestuar në Emiratet e Bashkuara Arabe për efekte ekstradimit drejt Dubai. Dritan Gjika është një personazh që është ekspozuar për herë të parë nga Inside Crime, një media ndërkombëtare shumë skrupuloze sa i përket hetimit të krimit të organizuar. Bëhet fjalë për kreun e një grupi shumë të fuqishëm kriminal që ka trafikuar tonelata drogë kolumbiane dhe dyshohet paraprakisht që ka pastruar një shumë prej 32 milion eurosh. Pra këto janë hetimet paraprake që janë bërë për të që në vitin 2024. Operuar sigurisht në Amerikën Latine. Amerikës Latine dhe patjetër. Nuk bëhet fjalë këtu në Shqipëri ka patur të arrestuar vetëm një person i cili dyshohej për pastrim të parave, por jo për lidhje direkte me organizatën. Ndërkohë që lidhjet e tij në Amerikën Latine apo në Ekuador janë lidhje shumë të fuqishme, madje ka shkuar deri aty sa autoritetet në Ekuador patën shpallur në vitin 2024 në kërkim një gjyqtar të çështjes i cili dyshohej për favorizimin e Dritan Gjikës, arrestuar në atë kohë sekretarin e gjykatës, një avokat për favorizimin e tij. Ndërkohë që nga ana tjetër rezulton me lidhje deri tek ish presidenti i Ekuadorit. Pra dyshimet e medias në atë kohë për edhe të autoriteteve kishin që ky personazh kishte arritur të shtrinte tentakula dhe të kishte lidhje tek njerëzit më të rëndësishëm dhe më të pushtetshëm në Ekuador. Sa i përket mënyrës se si funksiononte grupi, patjetër që ishte kreu i grupit sipas të dhënave të medias në Ekuador, por edhe të prokurorisë atje, sepse akta akuza është bërë publike më pas, rezulton që ishte një grup me shumë eksponent, pra nuk është tërësisht shqiptar, sikurse ka ndodhur në rastet e tjera, për shembull kompania Bello e Dritan Regjepi që kishte pjesë më të madhe të anëtarëve shqiptar. Në rastin konkret, Dritan Gjika, i cili thuajse ka qenë një personazh i panjohur për Shqipërinë, kishte në përbërjen e tij edhe eksponentë të tjerë ose anëtarë siç ishin nga Ekuadori, pra të grupit të kriminal kolumbian e tjerë me radhë dhe që bërin krahas trafikut të drogës dhe nuk nisin sasi nën 300 apo 400 kg, bënin edhe pastrimin e parave dhe kryesisht parat i kalonin në atë sistemin Huala, që është një sistem kines që parat nuk transferohen fizikisht, por për shembull unë lë këtu këtë gotën, ndërkohë që këtë gotën të ngjashme ju e merrni në Ekuador apo në një vend tjetër. Pra nuk bëhet transferimi fare fizik i parave, por arrin të krijojnë baza në vende të ndryshme apo kanë likuiditet kesh në vende të ndryshme të botës apo ku ata operojnë për të bërë transferimin e parave dhe është një metodë shumë efikase të paktën sa i përket krimit të organizuar. Ndërkohë që sa në lidhje me këtë personazh, sikurse thash, në Shqipëri nuk është se ka patur bujën ose ka marrë vëmendjen e duhur, është një personazh që ka bërë të gjithë aktivitetin e tij kriminal në Amerikën Latine, në Ekuador, Kolumbi e tjera me radhë. Pra paka shumë ky është profili në vijat përgjithshme, patjetër që ka pastaj trafikun shqiptar, domethënë me rrugët që kalojnë te ne, ka operuar ky, besoj. Tani, ky është një çështje që unë nuk mund ta them për sa kohë nuk kam një provë për këtë. Ekuadori ka një akt akuzë dhe e kërkon për aktivitetin që ka kryer atje. Ky arrestohet për llogaritë e Ekuadorit. Për llogaritë e Ekuadorit. Është ndoshta pas Dritan Regjepit, është ndoshta shqiptari më i rëndësishëm që ata kanë shpallur me kartel të kuqe në kërkim. Ka 2 urdhër arresti ndërkombëtar
dhe patjetër që ka patur Dy rresti ndërkombëtar përveç Ekuadorit po aty? Për Ekuadorin, në rastet. Dy Ndërkohë që ka patur aktivitet edhe në Spanjë, pastaj sa i përket vendeve tjera, nuk marr përsipër dot të them detaje, përderisa nuk ka një akt akuz konkrete dhe patjetër është një çështje në vijim. Sigurisht. Faleminderit. A ka jetuar në Shqipërinë? Dhe në cilën periudhë ka jetuar? Në 2009 ka shkuar për herë të parë në Ekuador. Dhe më thonë, nuk është pjesë e shoqërisë tonë dhe ndikimit. Ndaj thash, është thuaj se një person i panjohur për aktivitetin këtu brenda vendit. A mund të ketë të dhëna që mund të rezultojnë pas, patjetër që mund të ketë. Por kjo tregon atë që shpesh herë shumë personazhe të botës krimit kanë shkuar në Ekuador me viza apo si personazhe krejt rastësishëm, ose kanë shkuar atje si emisar, pra përqendruar si pengje për lëvizjen e drogës dhe më pas janë shndruar në narkotrafikant. Patjetër që Shqipëria është prekur sa i përket në këtë rast deri më tani, se nuk e di ç'do thonë hetimet më vonë, sa i përket pastrimit të parave. Pra, ka sjellë para dhe janë pastruar, pra dyshohet që janë pastruar vendin tonë. Besoj që e kanë nisë rrugën e krimit atje, domethënë. Logjika është që nisë këtu dhe pastaj shkon. Po edhe i ri, relativisht i ri ka qenë. Se sa vjeç mund sa vjeç tani? 50 vjetave, domethënë aktiviteti nuk nis në moshë madhore, patjetër që domethënë u ekspozua nga Ekuadori sepse ata i gjurmuan hap pas hapi. A kemi në dyshime, por unë nga natyra si gazetar duhet të ndalem tek ato që i kam të konfirmuar dhe kam prova për t'i thënë. Pra nuk mund ta aludoj dhe të them, po a priori ose me logjikë është që personazhe të tillë e nisin aktivitetin që në moshë të re dhe përgjithsisht shqiptarët e kanë nisur aktivitetin që në vitet e para në Itali, kur kanë shkuar si emigrant apo në Greqi, që kanë filluar shpërndarjen fillimisht, më pas gjatë kohës së qëndrimit në bugjet italiane apo në vendet e tjera të Bashkimit Evropian kanë krijuar lidhjet e tyre për shkak edhe të lidhjeve klanore, fisnore etj. Me radhë, kanë arritur të kenë pra të jenë shumë të bashkuar me njëri tjetrin dhe më pas kanë shkuar deri në Amerikën Latine. Vetë fakti që emigron atje nuk emigrohet për as se ka kushtet mira jetese, as po pra për këtë punë emigrohet, do thotë që ti ke shkuar i përgatitur atje. Ja, për lidhjet që ka pasur ai që tregon Lala. Po patjetër. Te ish presidenti, miru mirën si shmi vendit. Të nderuar të shikues, u shkëputëm këto fare pak minuta nga tema që ne kishim për shkak se ngjarja ka ndodhur në momentet e fundit, afërsisht në Çorri. Unë në fakt jam vënë ndjeni përmes reagimit që ka patur ministri i Brendshëm atje dhe në Twitter ka reaguar duke konsideruar këtë si një nga sukseset më të rëndësishme të Emirateve të Bashkuara Arabe dhe këtu më pas ka rrjedhur edhe lajmi pra përmes konfirmimit që kanë bërë. Pra ishte një lajm, ne u detyruam ta njoftonim atë, t'ju tregonim çfarë ishte për shkak të specifikës që ndodhur në çastet e fundit. Tani, hyjmë direkt te tema që ne kemi. Ai përcaktoi, ka një pyetje që shtrohet vazhdimisht dhe ai përcaktoi krimi zgjedhjet. Opozita shtron këtë pyetje. Jo pyetje, por vendim. Opozita ka një vendim që krimi i ka përcaktuar zgjedhjet. Ne do ta shtrojmë këtë si pyetje, jo sot, po ndoshta edhe në ditët në vijim, për të kuptuar më shumë dhe detyra parësore në këtë rast, gjithmonë këmbgulim, që është e opozitës, e cila duhet sjellë prova për ta vërtetuar një gjë të tillë. Dhe nëse kjo është e vërtetë, atëherë bir Selmani nënës, si themi. Tani, zonja Lala, a kemi të reja pari nga operacioni Ura, ku godit grupi fuqishëm i narkotrafikut në Durrës, ku opozita përsëri bërtiti fort që arrestimet u bën fill pasi përfunduan zgjedhjet. Tani ne diskutuam edhe të njëjtën e kaluar së bashku këtë çështje dhe prokuroria e posaçme, po ndërkohë edhe antimafia italiane e sqaroi pak a shumë momentin se kur u vendos edhe ndërhyrja e operacionit. Po për ta sqaruar nëse ka interes për opinionin publik, prokuroria e posaçme është drejtuar gjykatës në mars të këtij viti me kërkesat për caktimin e masës së sigurisë, duke qenë se bëhej fjalë për një grup me shumë persona të dyshuar, pra bëhet fjalë për 29 urdhër arreste në Shqipëri, të tjerat ishin në shtetin italian. Ka kërkuar kohë më të gjatë gjyqtari për të bërë edhe arsyetimin e vendimit, sepse ligji parashikon që arsyetimi i vendimit pra vendimi të jetë i arsyetuar në momentin që u paraqitet palve ose bëhet arrestimi. Dhe zyrtarisht prokuroria e posaçme ka patur në duar vendimin e arsyetuar në datën 5 maj të këtij viti. Pra vetëm një afër para zgjedhjeve parlamentare të 11 majit. Sigurisht që opozita ka patur akuzat forta ndaj grupit të troplinëve për përfshirje në shitblerje të votave apo favorizim të kandidatëve, edhe unë personalisht kam dyshimet forta që ky grup është i angazhuar fuqishëm në mbështetjen e kandidatëve në listën e hapur,
por kam dyshime, nuk kam prova, sepse kur thuash ka prova duhet kesh patjetër dokumenta dhe dhëna duhet i thuash konkrete. ato. Por dyshime që unë kam kanë të bëjnë me votimin e parësyeshëm të disa kandidatëve, po ashtu kam shkuar disa herë në Durrës dhe kam folur me banorët aty, me qytetarët aty për të kuptuar çfarë ndodhte. Gjithashtu ka edhe një përplasje me sa duket mes grupit të Troplinëve dhe Vangjush Dakos, ish kryetarit të Bashkisë së Durrësit, që ka të bëjë pikërisht me emrat e listës së hapur dhe me pretendimet për 2027 për Bashkinë e Durrësit, po për të kthyer tek pyetja juaj, në datën 5 maj, sikur se thash, s'pak ka patur në duar vendimin, në datën 7 është bërë një mbledhje e përbashkët mes antimafias italiane dhe palës shqiptare dhe është vendosur që ndërhyrja të jetë në datën 21 maj, pra në dakordësinë mes dy shteteve, pra mes dy prokurorive, siç është antimafia e Barit dhe prokuroria e posaçme, të ketë ndërhyrje në datën 21 maj. Nëse kjo pastaj mund të konsiderohet e qëllim nga ana e opozitës, këtë nuk marr përsipër ta komentoj, por kjo është kronologjia e gjitha ngjarjeve, duke qenë se tashmë ka rrjedhur edhe vendimi në publik dhe ka të dhëna konkrete për të gjithë ecurinë, kur është bërë kërkesa, kur është marrë vendimi në dispozicion, e po ashtu kur është vendosur data për operacionin e përbashkët. Sa i përket detajeve të operacionit, dy janë momentet mendoj që ne duhet kemi në konsiderat. Një, fakti që është goditur një ndër grupet i cili kishte mbietuar shumë aksioneve të mëparshme të SPAK-ut, edhe në vitin 2024 SPAK gjatë një kontrollit me hershëm kishte sekuestruar tek Elvis Doçi ose Visi Pojës, siç njihet, 3 milion euro dhe vetëm tashmë ka një urdhër arresti ndaj tij. E qartë, të jemi më sintetik këtu sepse e dyta jam me këtë fjali do ta mbyll. E dyta ka të bëjë me transfertat e parave. Janë 13 episode, un kam folur dhe herën e parë, po 13 episode që janë para që kanë ardhur nga organizata të njohura mafioze në Itali për shkak të shitjes së drogës atje dhe mënyra se si silleshin në Shqipëri. Pra përveç metodës që unë përmenda pak më herët, mënyra se si silleshin në Shqipëri ishte shumë interesante. Pra, një grup i strukturuar kriminal që punonte me shofer të besuar, që futeshin miliona euro dhe një autobus mund vinte nga veriu i Italisë në Shqipëri me vetëm 10 pasagjerë, sepse fitimet dihet se si ishin për shkak të milionave që silleshin të vendosur në të posaçme. A është ky një grup i angazhuar në krime zgjedhore siç pretendon Sali Berisha? Kemi prova. Se ky gjithmonë thoni ju, thatë, ka qenë një grup i angazhuar. Po, absolutisht. Ky është fakt publik. Janë paraqitur, jo se ja ta them. Okej, ta gjej pyetjen. Tu dim që ndodh kjo gjë, rëndom. Tani kemi prova ju për shembull. Tani që të më kërkosh mua të gjej përgjimin telefonik, s'ma kërkon dot se jam unë prokurori. Do të thënë, unë nisem nga të dhënat që vijnë nga terreni. Dhe grupi i Troplinëve dhe Elvis Doçi, pra nipi i Gjevdet Troplinit, ka qenë i angazhuar në fushatë zgjedhore. Ka kontroll të plot mbi portin e Durrësit, e ka kontroll të plot mbi Universitetin e Durrësit, për shkak të disa emërimeve të cilat janë bërë dhe këto janë faktet njohura botërisht, mund të verifikohen lehtësisht nga gazetarët, por edhe nga prokuroria nëse do të jetë. Tani, se si prokuroria mund ta përkthejë këtë në provë për shitblerje të votave apo për krim zgjedhor, këtë duhet na sqarojë prokuroria jo unë. Por mjafton të shikoje ditën e zgjedhjeve, që unë kam parë pamje filmike, se si njerëz me eksponent të botës krimit vendoseshin aty në formën e tuneleve, në një farë mënyre, në një formë presioni ndaj qytetarëve, që të votonin ose ata të cilët nuk do të votonin në favor të subjektit që ata preferonin, ose të kandidatit që ata preferonin, nuk ishin të mirëpritur në qendrat e votimit. Këto janë fakte dhe për këto mbaj përgjegjësi çfarë unë po them. Ndërkohë, duhet ta jap prokuroria. Sigurisht. Ndërkohë opozita në Durrës e ka harruar rezultatin e vitit 2021. Ndaj unë e shtyva më shumë këtë pyetje, duket e të çuditshme që të ketë ndikim kaq të madh të krimit dhe opozita të ruaj kuotat që ka patur në Durrës. Megjithëse ka patur atëherë dhe kjo ideja e përgjimeve për zgjedhjet e 2021 janë ato? Jo, janë të 2017-ës. 2017-ës, po. 2017-ës. Po a kishte ndim nga krimi se për shembull bëhen aludime për një ish prokuror që zgjedhur aty. Ai s'është kriminal, sigurisht ka qenë prokuror, a gjyqtar ka qenë ai. Ish prokurori i Durrësit, po, është aktualisht, pra pritet të jetë pjesë e parlamentit në shtator të këtij viti, 2025-ës. Zoti Arjan Dojqi ka mbjetuar një atentati. Atentati ishte shumë i bujshëm sepse në makinë me prokurorin, pra në atë kohë ishte në detyrë, se tashmë është ish prokuror. Ishte ndoshta një ndër emrat më të rëndësishëm botës krimit në Durrës, Aleksandër Laho ose Pollum Muaremi,
i njohur si Rumi. Aktualisht, Aleksandr Laho është i shpallur në kërkim nga ana e SPAK dhe është i dënuar. Rumi Shjaku, thotë. Po, Rumi, po. Ka qenë në të njëjtin automjet me prokurorin, për fat keq në atë ngjarje mbeti vrar. Nëse kjo është një ngjarje që e njohim. Që ne e njohim vetë. Po s'është lidhje me zgjedhjet. Por kjo nuk ka lidhje me zgjedhjet. Tani nëse Rumi ka ndikuar, unë nuk jam në gjendje ta them, sepse ai është aktualisht në kërkim nga ana e prokurorisë posaçme për një tjetër çështje që ka të bëjë me tjetërsimin e pronave dhe korrupsion në tjetër. Enton, atëre kalojmë te Durrësi për të ikur këtij momenti. Ç'është mendimi juaj për këtë? Ky arrestim fill pas mbarimit të ditës zgjedhjeve, ndalimet. Ti themi për të tretë analistët. Tani është e kohë të diskutojmë se kur e kishin vendosur dhe si e kam vendosur, sepse kjo është një informacion që unë se kisha. S'kam që ta kem. Po nëse kjo është vendosur nga të dy palët për në 21 maj, kur është s'ka asgjë për italianët dhe ka pasur mbledhje në video call. Edhe kanë vendosur datën 7 maj dhe është vendosur ndërhyrja të jetë datën 21 për shkak të pritjes së një ngarkese të mundshme që vinte, pra pretendoj që do vinte një ngarkesë e madhe droge nga Ekuadori. Dhe ishin duke ndjekur sasinë e drogës vendosur mes dakurcive. Po pastaj nëse ka dyshime të tjera, secili ka drejtë ti thotë. Dyshimet që janë hedhur se nuk janë gjetur të ata që janë dashur të arrestohen. Më rëndësishme të vetë. Por është gjetur më i rëndësishmi që është ky vis i pojës. Po, Elvis Doçi. Doçi? Visi pojës. Se kështu ka ne. Po, visi pojës i tonë këta. Pra, nga që nuk janë gjetur ta, atëherë flasim që mund të ketë një problem, mund të ketë dekonspirim, duhet survejoj personit deri në ditën kur do bësh arrestimet e tjera. Dhe dyta është që SPAK-u nuk është një strukturë e cila vajet nga prokuroria italiane. Është strukturë që është ndërtuar në Shqipëri, edhe prokuroria shqiptare edhe policia shqiptare. Aktiviteti kriminal i një grupi nuk lidh në momentin që zbulohet në Itali. As kur zbulohet në Amerikë dhe as kur zbulohet në Gjermani. Aktivitetin kriminal ne duhet ta zbulojmë në Shqipëri. Qartë. Dhe ne e dinim në Shqipëri se çfarë bën ky grup. Duhet ta bënin me Italinë që të arrestoheshin ta. Për shumë vjet. Shikoni, ky është një fenomen i cili nuk është vetëm për Durrësin. Po do kalojmë arrestim që është bërë në Shqipëri, është bërë një në bashkëpunim me Belgjikën, një në bashkëpunim me Francën, një me Gjermaninë. Pa i zbuluar të huajt nuk ndos. Kemi bërë ne gjë. Jo. Domethënë ne luftojmë dot krimin. Nëse ne tregojmë që megjithëse krijuam këto struktura drejtësie, megjithëse bëjmë gjithë këto reforma, ne nuk e bëjmë dot, nuk luftojmë dot vetëm krimin, atëherë mos merrem me reforma kot. Të lidhim nga një vllazëri me çdo binjakëri, me çdo prokurori të Evropës, të botës, dhe të luftojmë ata krimin dhe të zbatojmë. Zotëriu. E para krimet të cilat kanë bëjnë me vrasje dhe krimet të cilat janë fizike, po themi kështu, janë të lehtë të identifikueshme. Por këto kartelet e drogës e kanë një histori të bashkëveprimin e tyre, për arsye se në vendet e vogla e para nuk kanë fuqi që po themi edhe instrumente për t'i ndaluar, sepse funksionojnë jashtë perimetrit e një shtetit vogël. Kjo nuk është vetëm me Shqipërinë, është historie e gjithë botës. Dhe zakonisht këto krime ndalohen të shtetet e mëdha të perandorit, të cilat kanë një përvojë të jashtëzakonshme të edhe të identifikimit, edhe të zënjes e tyre, për arsye se këto janë organizmat e fortë ushtarak të cilet funksionojnë ose mbrohen përmes ushtrive të vogla të tyre. Prandaj shtetet e vogla shumë rrallë, ose gati asnjëherë nuk evitojnë betejët me kartelet e drogës. Dhe ato, sidomos kartelet e drogës, gjejnë hapësirë të vendet të cilat kanë probleme sigurie dhe kanë probleme të cilat shteti ligjor realisht bashkëpunon me ta. Do Shqipëria ka qenë një prej tyre. Dhe atë për një kohë gjatë. Por momenti kryesor është kur
preket interesa kur këto shtetet vogla realisht e bartin këtë fenomen në shtetet e mëdha. Dhe ato bëhen, tani pastaj bëhen problem kryesor dhe për këtu është arsyeja pse Italia, Gjermania, Spanja e tjerat fillojnë të ndërtojnë rrjetin e tyre shtetëror për t'i ndaluar këto. Ose Shtetet Bashkuara, siç është ideja. Shtetet Bashkuara të Amerikës i kanë bazat në secilin shtet, për arsye se parandalojnë në origjinë, nuk e parandalojnë në Amerikë. Në Amerikë atje ot vret ot burgos me njëherë kryesisht, por Shtetet Bashkuara të Amerikës për shembull, me sa di unë, kanë bazën në diku në Sarand atje për parandaluar këto grupe kriminale. Cila është aftësia këtyre grupeve kriminale? Aftësia këtyre grupeve kriminale është kontakti dhe ajo që quhet ndërtimi i lojalitetit të pushtetit ndaj tyre, jo i tyre ndaj pushtetit. Dhe mund të themi që nga Lazarati deri me sot ka qenë infrastrukturë e tyre që kanë ndikuar bukur shumë në sistemin shtetëror. Këto janë Dhe i tyre ndaj pushtetit. Natyresht. Dhe ata ndihmojnë pushtetin. Dhe kur një vend i vogël nuk është i mjaftueshëm për të vepruar, ata ikin jashtë pastaj. Ata veprojnë jashtë. Problemi është forcimi i tyre në Shqipëri bëhet për shkak të lehtësirave që pushteti i krijon këtu. Jo, nuk mendoj ashtu. Ne dallojmë te kjo pikë se po i kalon. Këtu dhe bëjnë biznese. Jo, këtë në rregull është. Dhe bizneset e tyre lidhen me shtetin, nuk është se bizneset e tyre janë pavarura dhe shteti nuk ka mundësi ta marrë vesh. Ata marrin leje ndërtimi këtu. Ata ndërtojnë pallate 10 kaçe dhe Mbretëret. E ton. Ata bëjnë biznese të tjera. Po nuk është aq e thjeshtë kjo punë. Për arsye se ata kanë këtu një koncept krimin në Shqipëri. Edhe për shkak të rëmjes së shtetit, 2 herë ka rënë shteti. Të vogël sidomos. Jo, 2 herë ka rënë. Por ti thua që këtë shkozetin do ta bllokoj unë. Dhe ka një lagje në shkozet ku nuk mund të hyjë asnjëri. Dhe po hyre duhet të kesh leje ose të njohin ata. Një policë që quhet operativ i zonës e ka këtë informacion minimalisht. Po s'është e thjeshtë kështu. Kur ndodh që në një lagje të Elbasanit nuk hyn dot se të kontrollon tjetri, mos i përmend me emra se janë boz. Kur ndodh që në Vlorë nuk hyn dot se të kontrollon tjetri në një zonë caktuar, atëherë këto quhen zona ndaluara. Nga këto zona burojnë parat palishme dhe bizneset palishme. Këto para pastaj bëhen pamirësiore. Sepse këta rinë këtu, po i gjithë Xhavzota dhe Sukthi i dashurojnë se kur kanë halle, kur kanë ata u shkojnë atje ndihmojnë e tjera dhe kur vin zgjedhjet, këta se kanë përgjithë të marrin 20 vota, 20 vota janë pak. Sepse këta kanë 4 vjet me ato parat pista, ndihmojnë fukarejnë, shpërndajnë para për festa, japin nga një gjel deti për vitri. E kupton se ka këtë dhe u ka lënë shteti. Do të shpjegoj njerëzve pse ka ndodhur ky fenomen. U japin leje ndërtimi. Pra, këto bën në bashkëpunim me qeverinë. Që thoshte Ema... Escobar, pardon Escobar. Që djalimi është biznesmen dhe... Shpërndante parat... E do shumë populli. Në Bogota, shpërndante parat, sa ishte krizë. Dhe populli... Të thasë para, i shpërndante njerëzve. Ti thoshe rreth Escobar. Njëri që të fortët gëzojnë shumë popularitet në zonë shpeshherë. Kur vdiqë... Dhe në vende si ne, padyshim. Escobar më dukur vdiq pati turma njerëz që shkuan në varrim. Absolutisht. Po pra po, dhe qanin shumë... Dhe kjo është... Popullat që qanin shumë... Fakt imoralitet që e prodhon krimin në shoqëritë ku përhapet. Po shiko, unë jam dakord me Antonin kur thotë që këtu shteti nuk është, domethënë nuk pra e favorizon krimin, nuk e lufton dhe këtu krimi gjen përhapje edhe për shkak se gjen neglizhencën të paktët të shtetit, në mos shpeshherë edhe për krahjen nëpër struktura të caktuara, por nëpërmjet të infiltruarve etj. Po unë bëj një dallim këtu që SPAK-u për mua është ndryshe nga pjesa tjetër e këtij shteti. Pra, deri tani ne shohim që ka një vullnet për ta luftuar krimin tek SPAK-u. Sepse gjithë këto grupe që janë arrestuar deri tash, mund të ishin arrestuar më përpara. Dhe më përpara ka pasur belg, italian, ku diun gjerman që bashkëpunonin me strukturat tona, por nuk kapeshin këto. Përkundrazi, rrithte informacioni dhe ne dim për shembull se si shkuan atje për të marrë laboratorët e kokainës dhe nuk. Fal që ta them ekspozitën kështu në vjet përgjithësi. Po kemi edhe një rast tjetër që ta bësh ekspozitën plot. Po ma thuaj po. Domethënë kjo ishte njëri qark që ne morëm. Qarku tjetër, po marr nga qarku tjetër për të ardhur në një përgjithësim të qarku, çfarë mendojmë? Unë po marr një personazh i cili u bë
u lakua shumë në ditët e zgjedhjeve edhe deri tani. Shumë pikë pyetje, domethënë veçanërisht në lidhje me këtë vajzën, siç thash, në Elbasan Sara Mila, e cila ka marrë rreth 20.225 vota, duke renditur e para. Opozita pretendon se ajo është ndihmuar nga Suel Qela dhe banda e tij. Ndani, unë kontaktova sot me të për shkak të një përplasje që ne patëm javën e kaluar me Sarën dhe i thash që ti mund të vish në emisionin tim, që duke filluar nga sot dhe në ditët në vijim, dhe mund të thuash çfarë ti mendon, ne të pyesim, çfarë ne dyshojmë, çfarë thot opozita e gjitha, dhe ti mund të flasësh, por e tha unë jo, në këtë moment edhe për një përplasje që si thua ne patëm në emisionin e kaluar, por tha që në ditët e ardhshme unë do të jem aty. Tani, zonja Klodi, çfarë dini ju për këtë çështje dhe a ka prova konkrete a kemi prova konkrete që Suel Qela ka sponsorizuar dhe ndihmuar Sara Milan? Atëherë Suel Qela është kryer një organizate kriminale që është goditur nga SPAK, ka një urdhër arresti kombëtar dhe ndërkombëtar ndaj tij. Vllai i Suel Qelës është i arrestuar në Belgjik në ndyshimet për akuzën e vrasjes. Disa prej anëtarëve të grupit të tij kriminal janë të arrestuar, ndërkohë të tjerë janë arra tij. Nëse ju kujtohet, përpara zgjedhjeve parlamentare të 11 majit, prokuroria e posaçme ushtroi kontroll tek disa personazhe, përfshirë edhe zyrtar të institucioneve apo drejtues të sektorëve të ndryshëm në bashki, por edhe institucioneve varëse, si një mënyrë kjo për të ndikuar ose për të dobësuar ato eksponent ose personazhe të cilët kishin dyshime të forta që mund të punonin në favor të Sara Milas. Dyshimet e prokurorisë janë që për rastin konkret, ka patur një interesim ose një angazhim të grupit kriminal të Suel Qelës për dyshimet janë. Dyshimet, sepse duhet ta përcaktoj gjykata, janë apo nuk janë të vërteta, por dyshimet paraprake, për shkak të përgjimeve dhe për shkak të vëzhgimeve në zonë, dhe nëse ju kujtohet, unë ju kam thënë këtu në studion tuaj, nëse ju kujtohet u ushtrua kontroll në përgjimeve SPAK-ut thonë ju. Tabakut. Po janë përgjime zyrtare dhe ka kontrolle konkrete të prokurorisë posaçme, pra ka patur kontrolle këqyrje të celularëve, marrje të provave të tjera në kuadër jo vetëm të krimit që ka të bëjë pra për trafikun e drogës apo vepra tjera penale, por edhe në ndyshimet për krim zgjedhor. Kjo është një çështje që është duke vijuar dhe për sa kohë është duke vijuar, praktikisht duhet presim hetimin ose përfundimin e hetimit të prokurorisë. Ajo çfarë mua si një zonjë bën përshtypje ose si një qytetare këtij vendi bën përshtypje është, ose pyetja që shtroi është kjo: si është e mundur që një zonjë e cila nuk ka asnjë kontribut në Partinë Socialiste, nuk ka asnjë plan, thuaj se nuk ka bërë asnjë aktivitet politik përgjatë gjithë fushatës zgjedhore, ka marrë mbi 20.000 vota. Pra kjo është këtë pikpyetje ngresi një qytetare këtij vendi. Si është e mundur, pra njerëz shumë të rëndësishëm me kontribut në politik. Fatmir Gjafaj ndoshta më i gjati në Partinë Socialiste. Erion Braçe në Tiranë po ashtu më i gjati në Partinë Socialiste. Dhe nuk e kanë kapur shifrën e 20.000 votave. Pra për te jetimi që është duke ka kapur Partia Demokratike veç? Okej, nëse ka dhe për Partinë Demokratike të ngrejmë të njëjtin dyshim. Jo, Rita Tabaku. Po, dhe e pranoj zonjën Tabaku, dhe atë jap unë argument pse e pranoj zonjën Tabaku, sikurse do pranoja këtë rezultat dhe për Erion Braçen, sepse mendoj që janë figura që kanë kontribuar për forcën e tyre politike. Një rast mund të ishte normal, po kur ka disa... por rasti i zonjës Mila nuk ngjan fare me rastin e zonjës Tabaku. Jo, mos ka thënë jo, qëndrojmë këtu me qënëse e shtrove, nëse më lejon. Zonja Tabaku ka drejtuar Komisionin Hetimor Parlamentar për Incineratorët dhe ka patur një qëndrim shumë dinjitos. S'kam asgjë personale me zonjën, nuk kam asnjë lloj për ta favorizuar sepse në këtë vend të qëndrojmë. Atëherë si ka mundësi që mund të diskutojmë 20.000 vota të Joritat, nuk e di nëse i ka marrë 20.000, më ndihmoni sepse nuk e kam qartë tabelën. Nga ana tjetër, dakord, rreth 20.000. Dhe unë këtë gjë ta kam thënë në studion tuaj, unë ja kam thënë personalisht Erion Braçes, me cilin kam patur paktën 15 vite që nuk komunikoja për shkak një debati që kisha patur me të.
Dhe i kam thënë, nëse ju i merrni zotëri 20.000 vota, unë t'i jap dorën sepse meriton shumë më tepër. Mos mik nga... Ama jo nuk lutem, po, të lutem. atëherë nuk mund të krahasoj Ose s'na dëgjojnë më pastaj njerëzit. eksponentë të njohur që kanë kontribuar me një zonjë e cila nuk ka asnjë kontribut. Le të dalë Sara Mila dhe thotë, unë kam këtë kontribut. Pra në këtë rast dyshimet pasush janë të plota. Janë të arsyeshme sipas meje. Prova hetim kemi për këtë problem? Po, ka hetim zyrtar. Por deri tani nuk kemi një konkluzion. Çfarë do të rezultojë hetimi, duhet ta përcaktoj dhe ta thotë SPAK-u, ne duhet presim. Përveç këtij në qarkun e Elbasanit, këtij rasti. Ka dhe hetime të tjera, kanë qenë disa dyshime të Partisë Demokratike për këtë asfaltin elektoral, në pjesën dërmuese kanë rezultuar jo shumë të vlefshme, ka patur hetime për fotografimin e votës, po mendoj që janë hetime që kanë të bëjnë me jurisdiksionin e përgjithshëm, por në total, Prokuroria Elbasan, pra qarku i Elbasanit ka 5 çështje që kanë të bëjnë me hetimin për korrupsion në zgjedhje. Pra pas Shkodrës, Fierit, Elbasani është ndoshta qarku. Zhvillimet e tjera për krimet zgjedhore? Për krimet zgjedhore ka vetëm një sekuestrim të një celulari të nënkryetarit të bashkisë Pukës. Kjo celular sigur u bë gjatë, kjo vetëm celular merren që janë këto gjëra tani ose? Po sepse mendoj që ashtu mund të tërhiqet edhe fija, pra nga njëri celular në tjetrin mund të kuptohet edhe mekanizmi dhe rrjeti, sepse kam përshtypjen. Dgjoj, Ylli, hetimi më i rëndësishëm unë e kam thënë në studion tuaj dhe po vazhdoj ta përsëris, edhe besoj koha do më jap të drejtë, është një hetim që ka të bëjë me shërbimin e kontrollit të brendshëm në burgje, është referuar nga vetë burgjet, pra nga institucioni që kontrollon burgjet. Edhe ai hetim thuajse nuk është folur publikisht, është mbajtur në diskret të plot dhe unë personalisht, edhe pse e mbuloj atë si institucion, jam shumë interesuar se çfarë do të prodhojë ai hetim, sepse me sa kam kuptuar nga të gjitha burimet që kanë folur është një hetim me bazë të gjerë që mund të japë rezultate shumë të forta dhe konkrete sa i përket krimit zgjedhor. Vlen apo jo pas zgjedhjeve parlamentare të 11 majit, unë gjithsesi jam me parimin që krimi zgjedhor në çdo kohë dhe në çdo mënyrë duhet ndëshkuar. Pra, gjithsej Klodi që të konkludojmë këtu, duke përfshirë dhe hetimet e tjera krimeve zgjedhore, janë 40 hetime për korrupsion. 40 hetime në rang republike për korrupsion. Pra, të nderuar kolegë, kemi kaq hetime 40. Tani, pretendimi i opozitës, mërtir, është absolut që zgjedhjet i ka diktuar krimi. A mendoni se qëndron ky pretendim me ato që kemi parë, a përputhet ky pretendim me realitetin? Opozita pikës para se të nxjerr konkluzione se kush e ka diktuar zgjedhjet, duhet mbaj përgjegjësitë e veta. Sepse këtu vërtet ka pasur ndikim të krimit të zgjedhjeve dhe unë besoj këtë sepse kështu ka qenë gjithmonë dhe s'ka pse të mos jetë edhe kësaj radhe. Por nuk besoj që rezultatin për 30% që mori Partia Demokratike dhe 20% diferencë me Partinë Socialiste e ka diktuar krimi. Krimi ka qenë edhe më i pranishëm në vitin 2021, por rezultati midis LSI-s dhe PD-s në raport me Edi Rama, me PS-n, ka qenë 2%. Sot është 20%. Dhe Berisha duhet mbaj përgjegjësi për këtë. Pse e çove nga 2% në 20%? Unë do ta pranoja deri diku Berishën, nëse do e mbante aty ku ishte. Pra, 2% ishte diferenca, 2% e mbajti edhe ky. Po kjo çon 20%. Atëherë këtu bëhet qesharake gjithë betejë që do të bëhej për votë lirë. Ai është humbës dhe duhet mbaj përgjegjësi për humbjen. Pastaj partia, gjithë shoqëria, gjithë duhet të vazhdojë të bëjë betejën për votën e lirë pasi humbësit largohet. Sepse nuk ka kuptim të përdorosh luftën për votën e lirë për të mos marrë përgjegjësi nga zgjedhjet. Anton, ti mendon që krimi të ketë marrë pjesë aq shumë në zgjedhje, sa të ketë ndikuar ato? Sa është ndikuar? Mund të spekulojmë sa duam tani sa ka marrë krimi dhe s'ka marrë krimi. Po ka logjikën tonë, sa mund, domethënë nuk mund të spekulojmë. Ku ka qenë më shumë krimi në 2021 apo tani? Rastet konkrete. Me një ide që mund përcjellim ne nga denoncimet media nga. Kur? Jam dakord. 2021. Po pra. Gjithë në Shqipëri. Po pra. Bandat kredit të bandave. Kështu që s'mund të janë në Shqipëri, janë një pjesë e tyre janë sulmuar, janë kërkime të tjera, kështu që efekti është pak më i vogël. Pikërisht pra. Jam dakord. Por që ta themi ne me siguri se sa ka ndikuar krimi dhe sa do ishte rezultati po të mos ishte krimi. Këtë se gjem dot po. Një nga faktorët është krimi. Ajo që shohim në Elbasanit, Durrësi, janë dy raste që na bindin që krimi ka ndikuar të paktën këto dy zona ka ndikuar shumë. Ato janë rreth 20.000 vota, nuk janë pak, 20.000 vota. Janë 20.000 vota nxjerrin 2 deputet. Baton? Jo, ta përfundoj. Jo, kjo është 20 vota janë 2 deputet në 2 qarqe. Janë 4 deputet pra e bie. E kupton deri tani me këtë që dim. Po.
Ne mund të marrim me radhë të gjitha pastaj dhe të themi që edhe ky kaq ka marrë, edhe ky kaq ka marrë, por kjo do një studim të plot dhe të mirë, nuk mund ta themi të spekulojmë kot në Vlorë, sa ka ndikuar në Vlorë, sa ka ndikuar në Tiranë, sa ka ndikuar në Shkodër e tjera. Na realisht kemi problem me një njeri. Ajo është me emër të përveçëm edhe pse të gjithë thonë që na duhet të merremi me partinë i cila i fitoi zgjedhjet, jo me partinë që i humbi zgjedhjet. Unë mendoj e kundërta. Për arsye se arsyeja pse në Shqipëri kemi një opozitë kaq të dobët është e lidhur me një anë, me Sali Berishën dhe me asgjë tjetër. Jemi te pjesë e dytë, Po, që është totalisht politike. jo, unë po flas për pse thash që është e lidhur me një emër. Do më thënë, ndikimi i krimit, sa mendon ti se është? Do jemi gjithësisht. E para, krimi zgjedhor është i lidhur, ose kryesisht ka qenë i lidhur me liderët e partive, për arsye se ata e kanë pas tolerancën e mjaftueshme për ta. Kush ishte më fort me atë krimi gjithmonë? Mos harrojmë që deri në vitin 2000, po themi 17, kryesisht zonat caktuara kanë qenë kontrolluara nga bandat. Dhe kjo është pikë. Unë jam vetë pjesëmarrës i zgjedhjeve, e di saktësisht dhe i kam prekur ato. Dhe nuk është ky fenomen as i vitit 2021, as i vitit 2025. Ajo që është e rëndësishme është që në vitin 2017, ose deri në vitin e 17, e kemi pas fenomenin e krerëve të bandave të futura, ose një pjesë të tyre, emisarve të tyre të futur në parlament. Ky fenomen është eliminuar. Ata janë tash në periferit ndikimit dhe funksionojnë përmes individëve caktuar. Unë nuk po them që ata janë parlament gjithsesi. Po. Janë parlament, pra risku dhe fakti që Unë nuk guxoj me folë për Sara Milaj. E vërteta është që ajo pa drejtësisht kemi rast tjetër, kemi Gjabaftët, të cilët dolën në mes të Tiranës. Po, cila është më e rëndësishme, Sara Milaj a Gjin Gjoni, cili është në Lezhë? Po, unë nuk e ndava me parti politike. Unë më thamë, nëse na merremi, ose ai prokurorin e Durrës. Nuk e ndava me parti politike, unë fola për njerëz. O e ndonë ose ndonë, se këtë fenomene e ndonë. Të lutem, tani, përgjithsisht, krimi organizuar punon me pushtetin, dhe ju e dini këtë gjë. Tu nuk ka asnjë diskutim. Krimi organizuar në vjenerën e pushtetit dhe i vishet pushtetit. Pra, kjo është e gjitha. Ja, ta mbaroj. Të thuash që sot në parlament nuk ka njerëz të financuar ose të ndikuar. Jo, unë e thash, elementet të cilat kanë qenë brutalisht e përfaqësuara, fizikisht e përfaqësuara, nuk ekziston. Elementet periferike që çojnë njerëz në parlament, duke menduar që ata mund ta krijojnë një mbrojtje, ose ta përshkruajnë një imunitet përmes votës, se vota e tyre ka me pas ndikim në një moment caktuara, unë mendoj që ajo kohë ka përfunduar. Nuk ka më as i kohë. Sara Milaj, ata e projektojnë veten, dëshiren e veten. Sara Milaj nuk është njeriu, letë më falë, zonjusha nuk e njoh me qenë se është bërë personazh publik për faktin se i mori 20.000 vota. Ndoshta është më e mira, unë nuk kam asnjë fakt për të se nuk. Do ta shpjegoj si ka marrë 20.000. Jo, se nuk do vazhdojmë. Aja nuk e do ta shpjegoj, po më. Pikërisht pra. Do ta shpjegoj. Pa drejt kërkojmë nga ajo që tregoj se i ka marrë 20.000 veta. Është e drejtë zotja Gjiu. Është e drejtë e shtetit. Jo, gabim. Është e drejtë e shtetit që të hyjë thellësisht. Është drejtë e shtetit. Edhe ajo ndoshta duhet jap. Edhe ajo ndoshta duhet jap sqarime pas. Të bëhet transparent. Ka një akuzë do ta japi partia që ka zgjedhur. Kështu që edhe partia. Po pse sqarime ajo më thon? Gjin Gjoni është larguar me dorëheqje nga sistemi i drejtësisë. Kështu që për mua është një person i cili mund të kandidonte lehtësisht. Çështja është, a kanë punuar grupet kriminale për të? Hajde ta diskutojmë. Për hamendjen korruptive, po flas për fakte. Jo, deri këtu diskutojmë se në emision tjetër. Nëse nuk sjellin prova, Spaku, ti thua janë në time të gjitha, dhe pastaj do të thotë që të marrin pushkën kot kundër njeriu. Atëherë, zoti Rakipi, Spaku është institucion dhe ai është fundit. Spaku thot, unë kam bërë kontrole për Elbasanit për këtë arsye, sepse kam këto dyshime. Mund të rezultojnë dyshime të bazuara, po mund edhe të rezultojnë fare. A është rasti e Sara Milës në këto hetim? Patjetër është ushtruar kontroll tek njerëz të lidhur me suqelën për këtë çështje. Nëse kjo hamendje jonja në studio, parasysh se na kemi problem në studio. I kategorizojmë gjithçka, vjedhje, korrupsion. Nuk e bëjmë me tri fjali krymë. Une nuk kemi drejt të akuzojmë Sara Milën derisa del Spaku dhe thotë. Nuk po e akuzoj.
kjo Atëherë. grua u shtyr Atëherë. në parlament me votat korruptura. Atëherë, se duat Na të mund respektojt dyshojmë mos ka më erdhi vendosem. kjo. Asnjëri nga ne këtu, të paktën unë personalisht, nuk aludova përkundrazi, ju referova një institucioni zyrtar dhe pata një pretendim personal që tash më duket e parësyeshme dhe ky është dyshimi im, sepse ka marrë vota një grua e cila nuk ka asnjë kontribut, pra është njësoj sikur të marrim nesër me gjithë respektin që kam për Rojën Tedera, ta vëm kandidat për deputet dhe të marrë 20.000 vota. Se jo? Po duhet ketë një program. Duhet ketë një program, duhet ketë një arsye, pra nuk mund shkosh zoti Haxhiu. Po pra, pikërisht pra, ka një arsye që merr 20.000 vota, se 20.000 vota nuk vin nga qielli. Nëse këto vota, ja shiko, të lutem, Klodi, nëse këto vota i ka... Janë nga tarafi, bie dakord, le ti meritoj. Po nëse janë të ndikuar... Duhet të ndaloj sa më parë, por në qoftë se shteti dhe ligji nuk ndalon, shteti dhe ligji duhet ta kishte arrestuar Suel Qelën, se ka në kërkim. Policia sot duhet të kishte prangat. Ne nuk mund ta pranojmë, se ajo është pastaj edhe çështje burokratike. E gjen dot spaku, se gjen spaku, gjen numër telefoni, se gjen numër telefoni. Ne moralisht nuk mund ta pranojmë këtë fenomen. Që të vi dikush nga hiçi, të mbështetet nga askushi, nga eteri, dhe të hyjë në parlament, dhe nuk e di pastaj çfarë interesa profesion. Ne nuk e pranojmë do të çfarë do certifikate drejtësie të marrej, nga cila do drejtësi. Nuk mund të akuzojmë do të që punoj Suel Qela për të, dakord. Por që ta pranojmë ne këtë si fenomen normal në parlament. Jo. Themi që ai atje profesion veten, kjo nuk... Po, kaq mund të themi ne... Dyta është që në qoftë se ne kemi fenomenin që majoranca, që qeveria, se opozita dakord, edhe ai është krim, po sidomos majoranca, bashkëpunoj me bandat, për disa deputet vetët që të marrin më shumë, atëherë ne këtu s'kemi më dallim mes pushtetit dhe krimit. Ne nuk e di më pushteti kujt i dha votat dhe pushteti kujt hyri në parlament. Këtë dim në marrë, se kjo nuk u bë sot, kjo ka 12 vite. Absolutisht, pra, por ne s'mund ta pranoj si fenomen normal të. Por normal. Ky është shqetësimi, mos është shqetësimi. Se u fut Arkendi apo u fut Sara. Biles. Problemi është që edhe më keq. Kujt i ka thënë Ramat të hap vota këtyre? Dhe si ka komunikuar Rama me këta për të dhënë vota? Ky është problemi. Unë kam dhe një pyetje të fundit për këtë pjesë, që besoj është e rëndësishme për mënyrën si u zhvilluan ngjarjet. S'pak pati një task force gjatë zgjedhjeve, që u propagandua me shumë forcë përpara ekzekutimit të zgjedhjeve. Si e vlerësoni ju punën e kësaj task force? Me këto hetime që kemi parë deri tani, a pati s'pak ndonjë ndikim në këto zgjedhje? Lala, e thua ti, me bazë provoj që kemi shmenot i qeqin afra ty dhe analistët fare shkurt thonë shmendojnë për këtë task force. Bëri punë apo jo? Dëgjoj, unë mendoj që ishte një nisje e mirë. Çfarë dua të them me këtë nisje e mirë? Është një gjë e cila nuk kishte ekzistuar asnjëherë më parë, edhe fakti që një prokurori bëri përpjekje serioze për të hetuar krimin zgjedhor duhet parë në aspektin pozitiv, por personalisht kam pritur shumë më tepër nga ana e prokurorisë së posaçme. Çfarë do të thotë shumë më tepër? Ndoshta aty kapacitetet janë të ezauruara për shkak të numrit shumë të lartë të çështjeve, për shkak të shumë skuadrave të përbashkëta që kanë me vendet të Bashkimit Evropian apo bashkëpunimeve që kanë me jashtë për krimin të organizuar apo dosjet korrupsionit, por kam pritur shumë më tepër. Pra, kam pritur që duke qenë se ka kaq shumë dyshime, ka kaq shumë të dhëna, kaq shumë prova, ndoshta unë flas në pozicionin e gazetares dhe jo si prokuror, se ku shkon te prokuroria duhet kesh prova dhe fakte, por mendoj që prokuroria mund bënte shumë më tepër në këtë drejtim. Sikurse nga ana tjetër, e shoh si shumë të gabuar tezën që dëgjoj spaku është arsyeja pse PD-ja humbi e pse Rama mori kaq shumë vota apo kaq shumë deputet. Unë nuk e gjej këtë deklaratë ose këtë pretendim të vërtet, por mendoj që prokuroria e posaçme duhet i presim përfundimet e gjitha hetimeve, mund të kishte bërë shumë më tepër. Të paktën sa i përket ndalimeve në flagrancë, të cilat mund të kishin frenuar më pas edhe këto votat e paarsyeshme që ne gjejmë te kandidatë caktuar. Abilegaj? Unë nuk e di për çfarë arsye dështoi task forca. Mund të jetë dhe policia shtetit që bëri që dështoi, sepse ne themi spaku, dhe s'duam të bie shumë qafë spaku, them drejtë. Spaku aq njerëz kishte. Spaku është një grup prokurorësh, të cilët bashkëpunojnë me disa OPG që ndonjëherë nuk varen fare nga spaku, pavarësisht se bëjnë sikur varen nga spaku, dhe pastaj janë detyruar të bashkëpunojnë me policinë, e cila nuk varet fare nga spaku,
Varë nga qeveria. Rreshtohet në zgjedhje kundër në favor të Partisë Socialiste. Dhe gjithë denoncimet që i qohen kësaj task forces, pastaj i qohen nga policia kundër opozitës, jo kundër mazhrancës. Dhe ne shohim që task forca na bie në kurthin që të hap çështje penale për kandidatët e opozitës, se po vjedhin vota, ndërkohë që kandidatët e opozitës bien gjithmonë në keq në numër votash. Dhe kjo bën një situatë qesharake. Por kur Spaku, që ka një emër për ta mbajtur, për të ruajtur, futet në këtë proces, duhet marrë masat mirë që mos dalë si vegle e qeverisë, në qoftë se nuk është vegle e qeverisë. Pra, në qoftë se do futet në një task force, dhe thotë që ne në task force do punojmë me këto mjete për të parandaluar krimin zgjedhor, ratë parë, por në rastin më të keq, për ta vënë gishtin atje ku është vërtet plaga, dhe jo ta vënë gishtin në kundër të plagës, atëherë duhet të marrësh masat mirë, që mos dalësh pastaj si vegle e Edi Ramës për të goditur opozitën në një krah dhe për të certifikuar zgjedhjet e Ramës ka unë tjetër, sepse ti del që ke një proces zgjedhor shumë të mirë, të cilin nuk pati probleme, disa nga opozitët tentuan të vinë, por nuk e lejoi Spaku. Kjo të bëri task forca. Dhe aq e rëndësishme ishte kjo task forca, as dinjitoze, sa Edi Rama që kur ka mbaruar zgjedhjet deri sot nuk është referuar asnjë nga rastet që ata kanë nisur për tim, sepse nuk e konsideron. Sepse edhe Rama e di që ato janë tallje me njerëz. Zotëri Gju. Mendoj që e para nuk është ndjenjë mirë kur krijohet një task force për zgjedhjet, se kjo tregon një mosbesim. Që ka qenë në Shqipëri se... Por, ky mosbesim e arsyeton krijimin e një task force, edhe ky mosbesim është ndaj dy palëve, të pushtetit dhe opozitës. Pse është kështu? Për arsye se tradita e manipulimit të zgjedhjeve nuk ka përfunduar. Ekziston, është prezente, është kogja feudale. Dhe më thënë, kur thëmë kogja feudale, kemi të bëjmë me problemin social të fenomenet zgjedhje. Dhe ajo që une nuk pajtohem me Antonin është për momentin se Spaku është i rëndësishëm, shumë i rëndësishëm për me përcaktu një fenomen të drejtësisë që mund të ndëshkoj qoftë edhe ma vonë. Jo me njëherë, se me njëherë pa fakte nuk mund të derivoj një drejtësi të kujdesshme. Prandaj unë po thëmë që Spaku, me gjithë se një shoqëri nuk do të duhet ta kishte dhe për faktin se do të ketë ndërgjegje dhe do të ketë liri për të zgjedhur, do të ketë të gjitha, por nëse është i domosdoshëm për ta ndëshkuar mungesën e ndërgjegjes, task forca e ka kryer punën e vet. Spaku e ka kriju frikën. Unë nuk mendoj që fenomeni vjedhjes i manipulimit të tillë ka qenë deri në atë pikë sa e ka devijuar votën e qytetarëve. Për këto jam i sigurt. Ka disa kundërshtrime, ka që plasi paraja keq, për shkak që u blen shumë vota, ka që u gjendën karta në Kamës edhe në Tiranë të flakura në përplera, ka që u gjetën flet votimi, materiale votimi atje në Këtë të janë prezent. Që gjetje ai kandidati PD-s, pra janë shumë gjëra. Nuk kërkon njëri Spaku domosdoshmërisht të parandalojë krimin zgjedhor. Se ka detyrë. Detyrë i bëhet kur krijon task forcën. Se Spaku nuk kanë rri atje, merr denoncime, i shkruan, merr kohën e vet për t'i shkruar dhe mund t'i marr masat e pasiviti, mund të çojnë në gjykat. Po pra. Por kur krijon task forcën, ti më ka dhënë mua iden që do ndrysh menjëherë për parandalimin e krimit, që të mos ndodhi dhe zgjedhjet të shkojnë të lira dhe të qeta, të ndershme. Ky është problemi. Për mua Spaku ka dhënë një farë efekti dhe këtë e ka thënë dhe OSBE-ja në raportin e saj, ku thotë që përfshirja e Spakut në zgjedhje solli ndikim uljen e numrit ose uljen e përfshirjes së grupeve kriminale në zgjedhje. Dhe vetë fakti që zgjedhjet kësaj radhe ishin më të qeta, nuk kishte më si herën si në 2021 grupe që rrethonin në furgon me lekë, me kudion, me flet votimi, nuk ndodhen, pra ishte shumë i vogël këtë numër gjatë. Sigurisht mendoj që kjo ka ndikuar në uljen ose në trembjen e shumë prej grupeve kriminale përfshirë në terren.
Por, nga ana tjetër shohim gjë që Spaku, kësaj radhe të paktën, tregon vullnet, ndryshe nga pjesët e tjera të strukturës task forces, ka treguar vullnet për mbledhur prova. Fakti që mbledh numra telefonash dhe shikon kontaktet, kjo është një përpjekje për treguar që këta kërkojnë mbledhin prova. Pra, e kanë seriozisht hetimin. Dhe ne do shohim pastaj se çfarë do prodhojnë këto prova që mbledhin. A do çojnë ata njerëz përpara hekurave apo pas hekurave apo jo. Nga ana tjetër, problemi tjetër është e vërtetë ajo që thonë Dentoni, që një task force funksionojë nuk mjafton vetëm Spaku, sepse Spaku është prokurori. Duhet që të ketë në terren polici, duhet të ketë, ku diun, struktura të cilat ta informojnë, pra duhet gjithë hallkat e shtetit. Jo vetëm hallkat, por dhe vetë shoqëria. Kjo mendoj e ka dëmtuar task force që mund të ketë atë rezultat pritshëm, por gjithsesi një farë rezultati e ka, sepse unë mendoj, nëse bën shembull këtu, nëse për të parë ne do kemi njerëz që do shkojnë në burg, ky do jetë shembull i mirë që radhës tjetër do të pranë njerëzit. Pikërisht, dhe kjo për mua është pozitive dhe nuk duhet. Po ka dhe problem tjetër që mendojnë që pse opozita merret me Spakun. Sepse në gjithë të proces, Spaku është më pozitiv, edhe nëse se ka kryer funksionin 100% sa që kemi pritur ne. Spaku është marrë me opozitë. Po është i vetmi që ka, po pra këto ka një arsye tjetër. Po këta kanë politikisht, pra këta nuk kanë hallën e votës, po këta kanë hallën sulmojnë Spakun se Spaku po na heton Berishën. Pra ky është problemi këtu dhe nuk po merren realisht me votën, pra nuk i intereson vota, ky është thelbi që duhet të them. Spaku, një instrument i krijuar tani, një çelës që nuk mund të rregullojë një shoqëri që ka probleme të jashtëzakonshme. Shoqëri që votën, jo vetëm në kohën e diktaturës, jo, e kam për të thënë diçka më shumë, në kohën e diktaturës, po edhe më përpara votën e ka marrë si një letër qesharake. Jo, të bëj edhe një korrigjim. Spaku është shkruar në 2019. Po na duket se u shkruar tani sepse tani e ka marrë Dumani. Po pikërisht pra. Do japim kompliment Dumani. Se në 2021... Puna se këta thënë që krej organizatët kriminale është Dumani, jo e që ishte që fillë gjumë. Në 2021 do të rëgjusë, Spaku kësa po kështë e bërë një OFL, dhe me të gjitha atë, dhe ata organizatën kriminale të Elbasanit, që u bëve vrasja, e kështë kaluar dhe i kështë dhe në certifikat dhe pasëtis pronave. Spaku. Dhe i Spak ka punuar... Mos arrende i gjënë tonë që në atë kohë edhe Spaku s'kishtë as godin, s'kishtë as strukturë, s'ishte BBKH-ja... Po se kur ka vullnet është tjetër... S'ka vullnet se s'do në ramat ja u jepte pra kjo... Okej, të ndërruar të rishikues, kjo ishe pjesë e pare emision tonë, për me sot me disë qka e ko vizuar, por me përpjekjen për të ndjekur procesin, pas zhvillimeve, pas gjireve tjitha, ne ishim detyruar të sillim kaq sa ne kemi parë dhe dëgjuar, ose gazetarët kanë ndjekur dhe kanë parë në teren, është proces në zhvillim dhe ne do të ndjekim këtë në ditët që vijojnë. Zonja Lala, faleminderit shumë. Juve, mision të mbarë. Ishe knajsi. Kolegët do të vijojnë dhe në pjesën e dytë, që gjithmonë theksojmë që është me rëndësishme sa e para, bile do njerë betë dhe me rëndësishme. Si ishe Gjoshe Ruelit? Gjithë kashtë janë të barabarta, por disa janë më të barabarta. Tani ti thua që kjo pjesë e dytë janë këta më të barabarta. Tani ka, ndoshta, në auditi, se edhe ne fyrim vetën, nuk është të fyrim ty dhe vetën, po ndoshta tani vinë më të barabartët. Dhe publicitet dhe rikthehemi me njerë.